Ka një lloj ankthi se mos në inatës i për Irani godet edhe Shqipërinë me raketa. Ka një sër faktorësh të cilët e bëjnë të pamundur këtë. Së pari, vërtet Shqipëria gjendet në maksimumin e rrezëve të veprimit të raketave iraniane, të atyre më të mirave, mirë po numri i këtyre raketave është shumë i kufizuar. Është i kufizuar në disa qindra, por mos më thënë disa dhjetra, ato që kanë një distancë të harritshme për Shqipërinë dhe një saksi. Dhe si të tilla ato në këtë moment lufte i duhen Iranit për kundërshtarin e vet për Izraelin, i cili ka një mbrojtje të justifikuar dhe mund të goditet vetëm me raketa po aq të justifikuara. Së dyti ka lidhje me bujën që shkakton një goditje të tillë. Zakonisht terroristët kur duan të shkaktojnë një lloj impakti në opinionin publik, e bëjnë këtë në ato vende të cilat janë edhe më të mëdha dhe, si më thënë, kanë armiqësi një pjesë e popullsisë botërore, gjithashtu ata që goditen kanë edhe media të fuqishme që e përhapin këtë. Pra, në këto kushte nuk ka rëndësi të goditet Shqipëria, sepse impakti në opinionin publik botëror nuk do zgjas as 24 orë. Opinioni publik, ai perëndimor, është i ndjeshëm kur goditet një vend i tillë. Gjithashtu duhet thënë që për sa i përket Shqipërisë, me hapësirën që zë dhe me largësinë që ka nga Irani, nuk është se është një objekt i cili mund të shkaktoj dëme për kundërshtarët e Iranit në këtë luftë. Ajo që neve mund të rrezikojmë ka lidhje me sulmet kibernetike. Duhet thënë që në këtë pikë iranianët, koreano-veriorët, rusët kanë nesur përpara dhe kështu mund të na godasin edhe dhe të na shkaktojnë probleme. Por neve tashmë jemi mësuar rrogat na nxorën, targat e makinave na nxorën, nuk kanë çana nxjerrin tjetër, kështu që nuk është se na shkaktojnë ndonjë dëm të madh. Mund të bëhet një bllokim disa orësh, pastaj është diçka që tejkalohet. Kështu që mendoj që frika nga një goditje drejt për drejt e Iranit nuk ka të bëjë. Gjithashtu edhe nga terroristët tjerë të cilët mund të duan që të bëjnë tifo për Iranin, nuk ka rëndësi qoftë për faktorët që thash, pra për impaktin që shkakton, edhe qoftë për faktin sepse në këtë nivel Shqipëria është në gjendje të kontrollojë policia shqiptare. Duhet thënë që është një polici e zonja për sa i përket këtyre pikave, kështu që neve mund ta bëjmë gjumin e qetë. Si gjithmonë në fund, ju rikujtoj të bëni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe kanalit Rudina Xhunga. Faleminderit.